Sipas të dhënave zyrtare nga Banka e Shqipërisë, mbi 900.000 qytetarë në rang vendi nuk kanë llogari bankare apo kursimi konstatuar në vitin 2024, ndërsa duke ju referuar të njëjtave shifra, të cilat jepen edhe nga Istat, 80% e këtij numri nuk kanë mundësi as të kursejnë. Ky fakt konfirmohet edhe nga pensionistët, por edhe qytetarët e Vlorës në intervista për televizionin 6+1 Vlora, ku ata pohojnë se kanë të pamundur të kursejnë, pasi fillimisht mendojnë se si do ta përballojnë jetesën. Pensionistët tregojnë se të vetmen mundësi të ardhurash kanë pensionet e tyre dhe asgjë tjetër, të cilat nuk ju japin mundësi të heqin para më janë. Madje disa konfirmojnë edhe faktin se përgjatë gjithë jetës së tyre nuk kanë patur asnjëherë mundësi të kursejnë. Unë kam mundësi të bëj kursime, po duhet të kem mundësi që të kem të ardhurat tjera ose të më jap dikush. Jo, unë vetëm xhepi më ka ngelur. Flasim me këto kushte që jemi tani, që me të ardhurat që ketë, mbetet diçka në fund. Me këto kushte që kemi neve tash. Me se pyetit ke Xhaxhi se unë jam edhe moshatar. Kam filluar në vitin 80, kam një muaj ca. Ekonomia është shumë e dobët. Nuk përshtatet të pish një kafe, unë ja deri tash kam ndonjë stol atje më tan. Po ti ashtu do rria aty të pija i kafe. Nuk e kam. Një kafe thon 30 ditë për 500, ta marrim më të voglën pak këtu është më shtrenjtë. Bëj 15.000 lekë. Unë s'kam ku të gjejtë ato. Nuk kam të ardhur. Ke kursyer, ke patur mundësi të kursesh në asnjë mënyrë. Në asnjë mënyrë. Në moshë që kam qenë unë e ri, për shembull që punoja, kisha vështirësi tjetër atëherë në atë kohë, se kisha fëmijë për të rritur, siç u rritin pastaj fillova të shkolloja. Pastaj edhe më vonë erdhi koha që i martova, i bëra njëra tjetër. Ke shpresë se një ditë do të mundesh kursesh? Unë jo për veten time. Nuk vjen dita ime që të kursej. Se mua nuk më lidhe mosha. Edhe perspektiva edhe e këtij lloj shteti është e tillë. Krijon ndaj mundësi shteti për shembull që unë të fuqizohem ose djali im qysh atë. Fëmijët e mi, unë kam 2 fëmijë. Kanë 25 vjet në Itali. Ati i rjepën, i merr italiani gjysmë, ja merr italiani gjysmë i ngelet aty për vetë atij. Plus që ka dhe familje njëri tjetër. Kursej, se kam pensionin e mirë, 1 milion. 1 milion? Po, kam qenë ushtarake. Na del për të ngrënë të paktën. Pa për të kursyer, jo. Se kemi pat biznese gjëra. Po, ke patur mundësi ndonjëherë një jetë kursesh me ekonominë që ke patur? Qartë, ne kemi qenë punë shteti dhe gjithë kohën me atë kemi ecur. Duhet bërë më mirë si është. E mira s'ka fund. Qa do kursesh? Tu s'ka 100.000 lekë pensionja. Qa kursesh? Tu vetë të vdeç për të ngrënë. Në jetën tënde, do me të me sa mbanë mend ti, ka pasur një ditë ku ke vënë diçka më janë? Po. Në kohën e Sali Berishës. Po, ndërkohë ato... Ateza e morëm me shtëpi, morëm gjitha. Ndërkohë besoj se ato janë harxuar të nesmen, apo si ka qenë situata? Jo, shto kishte lek plot. Kishte punë, kishte lek. Duhet bërë më mirë për qytetarët? Po si duhet bërë? Ato e di dhe bufi. Unë jam pa shtëpi, por rrit e motra, po flën ulishte, ku andekull teja, po flën, kam fëmijë në Timore, fëmijët i kam në rrugë, janë në Selenica, banon në Selenica, ku kam unë ja pa punë, me bidona, ku 5 lekë një sa për një kosere buke, sa të kërë. Ke mundësi të kursesh, si është situata? Situata, di si është apo jo? Do na gjesh ndonjë rrap të varemi kaq. Pse? Po është ekonomia në 9-0. Zero është një numër dhe është 9-0. Qarë janë gënjeshtra palavra, tëra as pension minimal, të tëra janë kushtet mizerabli. Do me thëmë, me sa më the, asnjë s'ke pas mundësi të kursesh të heqë diçka më mirë. Lem të vete. Ndërsa në Vlorë, shifrat janë në të njëjtin trend, ku 80% e pensionistëve të qytetit nuk e kanë sot një llogari bankare, por edhe ata që e kanë një të tillë, kjo llogari është vetëm për kalimin e pensionit dhe jo për kursime. Fenomeni që vjet re është edhe fakti që sapo kalon pensionin në llogaritë e tyre bankare, ato boshatisen brenda pak ditësh, duke mos patur më vend edhe për kursime.